Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të shtunën për të 24-ën herë radhazi që të konstituojnë përbërjen parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktori ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Për të 16-ën herë me radhë deputetët nuk votuan për formimin e një komisioni për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kryeparlamentarin e ri. Votimi i fshehtë është propozuar më 1 maj nga kryesuesi i seancës, Avni Dehari, pasi kandidatja e partisë fituese të zgjedhjeve Lëvizjes Vetëvendosje për kryeparlamentare, Albulena Haxhiu, në disa votime të hapura nuk mori 61 votat e nevojshme që të zgjidhet në këtë detyrë. Çështja e votimit të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, me mbështetjen e deputetëve nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Ata argumentojnë se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosje po përpiqet që kryetari i ri i organit ligjvënës të zgjidhet me votim të fshehtë, duke kërkuar nga gjykata kushtetuese të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave derisa ta trajtojë me prioritet këtë çështje dhe të marrë një vendim. Në vazhdimin e seancës konstituive më 31 maj, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozonin një emër për formimin e komisionit, duke bërë që seanca të ndërpritej. Seanca radhës do të vazhdoj pas 48 orësh përkatësisht të hënën.